Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Mrekulli, sot do të trajtojmë një temë e cila në fakt kur shikoni para disa vitesh më atë, besoj se na dukej një lloj pamje egzotike që i përkiste vetëm këtyre familjeve super luksoze, të paturit një, super luksoze, që bëjnë një jetë super luksoze, që janë super të pasura, të paturit pra një dado filipineze në rastin konkret ose një dado që i përket një kulture tjetër, të gjithë e shikonin nëpër filma si nëpër filma, është e vërteta. Ndërkohë që sot shikojmë që është duket sikur është një zgjidhje për shumë më shumë njerëz, të cilët zgjedhin që të japin një zgjidhje praktike të përditshme së tyre, realitetit tyre. Pikërisht për të folur për këtë temë, se si funksionon, se pse ndodh kjo gjë, e të tjera kemi dy vajza mjaft simpatike këtu në studio. Join që vjen nga Filipinet dhe sigurisht Norën që vjen nga Shqipëria. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje, jeni. Kënaqësi e madhe që ju kemi këtu. Hello. Hi. Good morning. Good morning, Joy. Joy, do you speak any Albanian? Do you understand a little bit? Yes, I understand and I speak a little, but only some. What are some words or the first word that you learned in Albanian? The first Yes. Albanian language I learned is pak. Pak? Always make me laugh because that's the first Albanian language I learned. Okay. We'll come back to you. Pra, fjala e parë që kam mësuar në Shqipëri thotë se duhet bërë dhe përkthimi, është pak për gjithë ata që nuk e flasin anglishten. Ndërkohë të pyesim pak Norën, e cila e flet shqipen apo jo, Norën? Po patjetër. Okej, çfarë po ndodh? Pse ky trend është kaq shumë në rritje në Shqipëri të punësuarit eksaktësisht nga Filipinet ose zakonisht nga Filipinet? Përse Filipinet? Atëherë, ky nuk është thjesht një trend, është absolutisht një kërkesë reale. Siç e përmendët edhe ju, nëse më parë kjo konsiderohej një lukс, sot është patjetër një shërbim i cili është i nevojshëm për sa i përket shoqërisë shqiptare. Në qytetet mëdha, për shembull si Tirana, familjet shqiptare ku shpesh çifti është gjithmonë marrëdhënie pune, kanë shumë pak kohë për t'u përkushtuar familjes, kështu që kanë të detyruar që të rekrutojnë staf të huaj në mënyrë që t'i plotësojnë nevojat familjes tyre. Po nuk është vetëm për sa i përket çështjes së familjeve shqiptare, ka shumë mungesa edhe në bizneset shqiptare dhe kjo është edhe trendi që është duke ndjekur aktualisht në Shqipëria, punësimi i kandidatëve tuaj për të punësuar dhe për të përmbushur të gjitha vendet ku ata kanë variante për të punësimin, sidomos në hotele, në sektorin e ofrimit të shërbimeve. Të turizmit. Po pse pikërisht nga Filipinet? Pse dadot janë filipineze zakonisht? Ka diçka që Po, patjetër, ka diçka. Unë së pari e lidh atë me energjinë pozitive që kanë dadot Filipinas. Dhe janë shumë të qeshura, janë shumë të durueshme, kanë një ndjenjë shumë të fortë respekti përkundrejt punëdhënësit të tyre dhe gjithashtu janë shumë të kujdesshme me fëmijët. Patjetër një familje shqiptare e vlerëson këtë sepse në fund të ditës ata rekrutojnë në familjet e tyre një individ të huaj pikërisht për këtë, për t'i ofruar familjes një mundësi për të patur shërbim më të mirë. Gjithashtu, dadot filipineze vinë në Shqipëri me eksperiencë. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë që këto dado kanë eksperiencë të mëparshme pune, kanë kualifikime të shumta, kanë punuar në vende si Macao, Singapori, në Emiratet e Bashkuara Arabe, por edhe në Europë. Dhe tashmë shqiptarët, duke parë që rekrutimi i stafit huaj nuk është vetëm në nivel kombëtar, është në nivel ndërkombëtar, dhe duke parë sa e nevojshme është edhe sa e suksesshme është kjo në Europë, janë treguar të gatshëm që këtë qasje ta përshafojnë edhe në Shqipëri. Po mirë, unë e kuptoj qartazi që një familje shqiptare kur do të punësoj një individ për rastin konkret dado dhe shikon që ka eksperiencë në Singapur, Hong Kong dhe shtete tjera që janë elitare, është mëse kuptueshme që ta dëshiroj. Përse ama një punonjës që punon pikërisht në këto realitete mund të zgjedhë të vinë në Shqipëri? Atëherë shpeshherë gjatë rekrutimit ne kryejmë intervista me kandidatët. Një nga pyetjet kyçe që i bëjmë kandidatit është cila është arsyeja pse ti dëshiron që ta lësh vendin ku je aktualisht, punën ku je aktualisht dhe të vish në Shqipëri. Ajo çka na referojnë kryesisht janë kushtet më të mira të punës që kanë në Shqipëri dhe ambienti që i ofrojnë shqiptarët, për shembull dados. Dado në Shqipëri trajtohet si pjesë e familjes. Shpeshherë neve kandidatët pasi vinë në Shqipëri
na shkruajnë mesazhe falënderimi, na thon shumë faleminderit, kemi gjetur një punëdhënës të mrekullueshëm. Këtu ata trajtohen si pjesë e familjes, dalje me familjen, janë pjesë e darkave, mbledhjeve, ndërkohë që në vende si Singapori, Macao apo vende të tjera nuk është e atill kultura. Aty janë thjesht punonjës dhe shpesh mundohen që t'i shfrytëzojnë me orë ekstra apo pa përfitime. E kuptoj. Po sa konkretisht sa paguhet mesatarisht një dado filipineze në Shqipëri? Atëherë, mesatarisht paga varion rreth 600 euro, gjithmonë në përputhje me kërkesat që ka klienti dhe me eksperiencën që ka dadoja. Sipas legjislacionit shqiptar, çdo punëdhënës që rekruton staf të huaj duhet t'i punësoj asaj pjesën e akomodimit edhe të ushqimit, pra të cilat ajo i ka falas. Okej. Po Akomodim dhe ushqim, ë? Po, akomodim edhe ushqim. Okej, do me thënë, ke dy alternativa. Njëra është që ta mbash në shtëpi, po themi nëse ke një shtëpi të bollshme, ta kesh pjesë të familjes të jetë gjithmonë brenda shtëpisë. Tjetra është pastaj që ti mund t'i sigurosh një apartament. Po, patjetër, duhet patjetër që t'ja sigurosh akomodimin. Sa vite ka që është zhvilluar kjo industri, ky sektor? Atëherë, Real Recruitment Agency funksionon në Shqipëri prej prillit vitit 2024, po CEO jon Joana patjetër që ka eksperiencë të mëparshme. Ajo e ka ofruar këtë shërbim Shqipërisë bazuar në eksperiencën e saj edhe të miqve të saj fillimisht, dhe më pas me anë të sugjerimeve, agjencia është zgjeruar edhe ka rekrutuar staf të shumë, qoftë për hotelerin, qoftë edhe tashmë që është bërë një nevojë domosdoshme rekrutimi edhe për familjet. Joy, from what I know, you've been in different countries, right? Yes. You've worked in Singapore and Hong Kong, and what other countries? I've been also in Macau and also in China. Macau and China, Yes, so yes. probably some of the richest countries in the world. Pra po e pyes Join që ka punuar në disa shtete dhe ka punuar Singapore, Macau, Hong Kong, Kin, që do thot në disa nga shtetet më të mira më të pasura në botë. What made you choose Albania instead of one of these really rich countries? Çfarë të bëri që të zgjedhësh Shqipërinë në vend të këtyre shteteve kaq të pasura të rëndësishme? Sorry, I have to translate for the audience. It's okay. We're okay now. Well, the first is the culture here, the nature and everything here, and it comes in the family here is very different. I work in different country, but here as a nanny or as a housekeeper is very different. Very, the family here is very warm. They treat you like a family, not Really? not like if you work in some other country. Some of the employer treat you like only a worker, not a family. That's the different here in Albania and some other country. Po. Domethënë diferenca thot Joy është që nëse në vendet e tjera trajtohesh thjesht si një punonjës, në Shqipëri trajtohesh si pjesë e familjes. Përveç të tjera i pëlqen edhe vendi dhe natyra. So, is there anything that has surprised you positively in Albania? Ka diçka që të ka surprizuar pozitivisht? The first thing here is the culture and the nature. Look like I'm going back to my country in the Philippines. The place, the city is very awesome. Same like I go back home. And some Albanian people here is very warm, very cool. The nature is very different. All Albanian people I met is very awesome. They treat me like a friend, like a family. And that's the great thing, that's a positive thing here. Okay. That's why I like to stay here for long. Oh, you're going to stay for long? Yes. So, okay. What Po, harrove të përkthesh. Harrove të përkthesh më plak, se nuk e të gjithë dinë. Okej, le ta bëjmë përkthimin. Okej, thotë që është eksaktësisht e njëjta gjë. Pra është kultura, është ngrohtësia që gjen në Shqipëri, njerëzit e trajtojnë shumë mirë. Is it similar to Philippines as a culture? Yes. Very. Are you family oriented the same? Because we are Yes, family. yes. Pra që ka e njëjta kulturë me Filipinet, janë të orientuar tek familja dhe mbase prandaj dhe e kanë kaq thjesht përshtatjen dhe mbase edhe prandaj ne shqiptarët e kemi kaq thjesht përshtatjen me ta. Dhe në fakt është e vërtetë kjo, e kam vënë janë shumë të orientuar tek Joy, what is something that you do not like here in Albania? Çfarë është diçka që nuk pëlqen thot Mateo? Nothing. 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 I like it here. Politikisht korrekt. Yes. The politics here is good. All people is good. Yeah. Nothing. Yeah, it's Can everything. you Yes. cook Albanian food? Well, only some basic
Albania. But it's different from. But it's different. A ditë gatuash ushqime shqiptare? Do you like Albanian food? Yes, very much. Is it similar to Philippines? No. No, it's not similar, but You like Albanian it? food is very nice. It's Edhe very pëlqen awesome. ushqimi shqiptar, i pëlqen shumë gjojt, po nuk është i ngjashëm atë të Filipinëve, po në fakt po ta mendosh ushqimin e kemi shumë mirë. Mirë, jemi. A janë kaq të ngjashëm me ne ti që ke punuar me ta dhe ku janë diferencat e tyre? Sepse ka një shqetësim që kam dëgjuar shpesh nga miqtë e mi, nga njerëz që kanë fëmijë, unë personalisht e kam pas shqetësim të tipit që vinë nga një kulturë që për ne është egzotike dhe të lënurit fëmin orë të gjata me një kulturë tjetër, shpesh shumë njerëz do thonin që nuk do doja që të dilte nga identiteti shqiptar dhe të shkonte në një dimension tjetër kulturor. A përshtaten këto me kulturën ton? A janë të ngjashëm apo janë shumë të ndryshëm? Si ka rezultuar deri tani? Ajo që ka shumë interesante për filipinezët në tërësi është që ata janë shumë gatshëm që të adaptojnë kulturën e vendit ku janë. Patjetër në momentin e parë që vinë në Shqipëri, kanë ndryshimet e tyre, por janë të gatshëm që të marrin të gjitha zakonet që jep punëdhënësi i tyre. Pra në moment që ti referon diçka një filipinezi, që një detyrë që duhet apo nuk duhet ta kryej, filipinezi këtë e bën me pikmëri. Janë shumë gatshëm, janë shumë miqësor, shpeshherë përshtaten shumë mirë me traditën tonë. Në të vërtet nuk janë aq të ndryshëm sa ne mendojmë. Janë një popull shumë i dashur, ne shqiptarët jemi të dashur gjithashtu dhe janë shumë punëtor. Kjo çdo familje që ka filipinez referon që janë shumë mirë me filipinezët aty, sepse këta i kryejnë detyrat me pikmëri dhe shpesh fëmijët tanë janë fëmijët e tyre më pas. Lidhen shumë emocionalisht me fëmijët. Okej. Kush është profili i familjeve që zgjedhin të kenë dado filipineze? Të varfrit. Jo, ideja është për shembull janë vetëm familje të pasura apo si thua është përhapur si trend edhe tek familje le të themi mesatare, nuk e di se është diskutimi gjatë, pastaj diskutojmë çfarë është mesatare. E kuptoj. Në fakt, me thënë drejtën për mua, të paktën si rekrutues është shumë interesante ky trend. Po? Si fillim, nëse dikur ishte një shërbim që i ofrohej vetëm shtresës së lartë, patjetër sepse ata kishin mundësi që ta përballonin si kosto, Po? sot nuk është më kështu. Edhe shtresa e mesme e lartë, edhe familje që kanë dy prindër që janë në punë, por edhe familje që për shembull më parë kanë patur një dado shqiptare dhe për shkak se nuk janë përputhur më me të, sot janë duke kërkuar alternativa të tjera. Pra për sot nuk është më rekrutimi i filipinezëve një shërbim luksi, është pothuajse një shërbim i domosdoshëm për shoqërinë shqiptare. Kush janë disa ndryshime midis një dado shqiptare dhe një dado filipineze? Atëherë, datot shqiptare patjetër Nuk referojnë Po, për momentin Okay. është pjesë e vërtetë e tregut shqiptar. Nuk Po? ka shumë dado shqiptare, të paktën me mendimin tim. Kjo për shkak sepse ajo çfarë ofron kjo punë nuk përputhet me stabilitetin që këto dadot kërkojnë, ose kushtet e punës, ose koha në cilën duhet punojnë. Koha e shpejtë e Dhe- kërkesë për po. rritje rroge. Jo vetëm, edhe për momentin gratë shqiptarë janë fokusuar në sektore të tjera, ndërsa filipinezët i pëlqejnë kushtet që kemi ne këtu në Shqipëri, i pëlqen paga që kemi, kështu që janë më në rregull me këtë. Një nga argumentet që kam dëgjuar më shpesh është që shiko se më mirë të huaj se nuk është se tregojnë domethënë ose Edhe flasin nuk flasin më asgjë. kurse dadot ose kujdestaret shqiptare, ke parasysh nga që mund të punojnë në thashë disa theme, familje, po. mund të merren dhe me thashë theme, është kjo e dëgjon këtë si argument? Çështje privatësisë. E pa, çështje privatësisë. Patjetër e kam dëgjuar, po unë dua të besoj që ky është thjesht një, thashë themi, përhapur në shoqëri. Ka Sa i përket dadove shqiptare? Po, unë di plot besoj jo. familje. Ka besoj jo. patjetër ka edhe familje që janë shumë kënaqura me dado shqiptare dhe nuk do Mirë, dakord, pranonin punonin, por po është e vërtet pjesa që nëse ke një dado filipineze do jetë shumë e përkushtuar tek detyra që ajo ka. Kjo ndodh Sa informacionet ja jep Rizalt Orientit. kompanisë këtu dhe pastaj kompania. Bëjmë shaka. Si dadë shqiptare. Bëjmë shaka. Ore në fund ditës kujt i intereson ai lloj informacioni? Domethënë shqiptarët janë të kompleksuar, do japi informacion. Kujt i intereson ai informacion? Mirë, ti je Do shqiptar rëndësishëm fare. You've been 1 year in Albania now? Yes, Pa ke qenë një vit në Shqipëri. Do you want to stay more? Yes, I'm planning to stay more here. I don't know if I want to go back in my country, but I like to stay here.
Before coming here. Dua të qëndroj, harron që nuk ka ti mendon se vetëm ti pra planifikoni që të vjoj të qëndroj në Shqipëri. Have you ever thought because I've seen most of the times I've seen people coming here but not bringing their families together. Have you ever thought of bringing family here or you want to work by yourself? Pra po I them që zakonisht rastet janë që vinë personalisht por nuk marrin pjesëtar tjerë të familjes. A ke menduar të sjellësh pjesëtar të familjes tua apo do të qëndrosh vetëm? Yes. My one of my sister will coming this year, and also the other one going also. And I'm planning to bring my family here because it's a great country. It's better than Philippines, I swear. Really? Yes. Po mendoj të sjell motrën e pastaj motrën tjetër thotë dhe është një vend më I mirë për të jetuar se Filipinet. Why is it better than Philippines? Pse është më mirë se Filipinet? It's very different here because some family here is very warm. It's very good. And it comes in the job. It's not like in the Philippines. You work. Here, you have only hours for a job. Not all the time work. You have time. You need to spend time for family. Yeah. You have a lot of time to spend to your family. Okay. Po thotë që nuk është vetëm punë si në Azi në tërësisë aziatikët punojnë më shumë. Këtu në Shqipëri ke edhe kot, pish një kafe, bësh një muhabetet, rri dhe pronario dhe thotë po rrio qetëso ulur çik bëj një muhabet gruaja bash atë. What was the information that you had about Albania before coming here? At first, çfarë informacioni kishe për Shqipërinë para se të vini këtu? At first, I don't have any information about Albania before I go here. Just my friend recommend me, go to this country. This country is good and awesome. If you work there, the culture, the nature is very, very good. And the agency, they give you a good employer. I said, okay. But I'll likely here, especially the culture of Albanian is very awesome. Thank you so much. Yes. Përpara se të vija këtu nuk është se kisha informacion, po më tha një shoqe që duhet shkosh në Shqipëri sepse është mirë sjellë njëri tjetrin tani. Kultura po pra. Është kjo funksionon kjo? Po patjetër, shumica e kandidatëve bires për mendimin tim kandidatët më të mirë vinë nga sugjerimet e familjes, e shokëve, sepse dëgjojnë fjalë të mira për Shqipërinë edhe patjetër, pastaj dëshirojnë edhe ata të vinë. Are you married, Joy? No. You're married. Would you marry an Albanian man? If God will, why not? A je martuar, I thash nuk është e martuar, do martohesh me I burr shqiptar, nëse Zoti tha ma sjell ma ruan si fat, tha patjetër. So are you Christian or Muslim or what's I'm a Catholic. Catholic. Yes. So you're Catholic. Pra janë kulturë katolike besimi. Mbase edhe kjo është gjëja që I bën dhe pak të ngjashëm, të ndikuar mbase edhe nga kjo feja katolike, ne shqiptarët kemi qenë dikur shumicë katolike, pastaj jemi bërë dhe musliman, por këto janë shumë të ngjashme dhe besoj se vlerat dhe normat janë të përngjashme, nuk është se ka ndonjë fek shumë të çuditshme. Mua kandidatët shpesh më referojnë gjatë intervistave kur I pyes çfarë bën në një ditë pushimi, më thon shkojnë kish. Një të gjë bëjnë edhe në Shqipëri. Edhe familjet në Shqipëri edhe pse mund të jenë vetë besimit musliman, e respektojnë këtë gjë. Edhe ata janë të lirë, patjetër ndjekin besimin e tyre. Po për në shqiptarët jemi tolerant për sa I përket fezë, është më se respektueshme dhe unë kontaktet e mia personale që kam, tha të dielave shkojnë në kish dhe jemi komunitet shumë I madh filipinezësh këtu në Tiranë, tha që shkojmë në kishe, kishin shumë të rëndësishme. Në Himar tha fatkeqësisht ta nuk ishte një kishë katolike dhe nuk isha ku të shkoja. Po çfarë si ka? Po mi ose ne në Shqipëri nuk kemi probleme të tilla. Jo. Po shko është ortodoks, ja kupton. S'ka problem. Është ortodoks ja ti futu. Futu se xhamia nuk thon gjë fare, kupton. Jemi unik ama në këtë gjë. Vërtet. Po pra, po ta mendosh. Unik. Është unik dhe pozitiv. Pozitiv, absolutisht pozitiv. Sa është e lehtë të sjellësh një punonjës nga Filipinë? Sa kohë duhet për shembull? Atëherë, ne patjetër mundohemi të kryejmë procedura sa më shpejt. Referuar për shembull sektorit të shërbimit, të hotelerisë, ata kryesisht kanë deadline, pra I duan punonjësin në një kohë të caktuar. Për gjithë kandidatët, gjithsesi ne mundohemi ta mbyllim sa më shpejt procesin e rekrutimit, kryesisht pasi janë bërë intervistat edhe klienti e ka zgjedhur kandidatin që dëshiron, ne vazhdojmë me aplikimin e vizave, kryesisht zgjat 4 deri në 5 javë, pra mesatarisht. Pas kësaj 5 javë që punonjësi ngatjet të jetë këtu. Po. 5 javë, do me të që të bëhet aplikimi vizës dhe të miratohet, më pas kontaktojmë për biletën e avionit edhe punojësi vjen në Shqipëri. Pra, ti duhet paguash kostot e transportit?
Atëherë, kryesisht kostoja e transportit mbulohet fillimisht nga klienti, por në moment që vinë në Shqipëri pastaj kandidatët, ata e shlyejnë atë duke patur kosto mujore nga rroga. Pra bën një marrëveshje. Okay. Po patjetër ka edhe shumë klientë shqiptar që edhe pse e bëjnë këtë marrëveshje nuk i marrin këto para sepse e ndjejnë pjesë të familjes, edhe nuk e vazhdojnë këtë gjë. Është ulaj shumë standardi dhe është rritaj shumë vështirësia të gjeturit një punonjës në Shqipëri sa mjafton që është aty shqiptari jep dhe bonus edhe një bakshish edhe një gjë vetëm ta bëj. Duhet të pyesja pak për punësime sezonale, duke qenë se tani po afron edhe sezoni turistik, edhe një nga vështirësitë më të mëdha, të paktën çfarë dëgjojmë është që shiko shumë e vështirë të gjesh punonjës shqiptar, të cilët domethënë ti marrësh vetëm për 2 muaj. Është e lehtë për ju për shembull të siguroni biznese për punësim në një kohë të caktuar, pra kontrata 2-3 mujore? Atëherë kontrata është 1 vjeçare. Gjithmonë 1 vjeçare. Është 1 vjeçare. Megjithatë ne jemi gjithmonë të hapur për të ndihmuar bizneset. Okay. Pra që do thotë në momentin që ne kemi kërkesa dhe patjetër dëshirojnë që kanë problemet e tyre ose dëshirojnë të mbyllin hotelin, ne patjetër mundohemi fillimisht t'i asistojmë të gjithë punonjësit që ata kanë për t'i deleguar ata në një tjetër biznes. Patjetër ne mundohemi gjithmonë që të gjendemi afër klientëve tanë nëse ata e kanë të nevojshme. Por kontrata fillimisht është 1 vjeçare. Okej, është çike vështirë për pjesën e sezonit, në fakt se shumica e bizneseve në Shqipëri maksimumi duan 4 muaj po themi. Po pse nuk bëni delegim pastaj 4 muaj i lini në brek, 6 muaj, 8 muaj çoni diku tjetër? Ne jemi shumë të hapur për të ndihmuar klientët edhe patjetër. Çdo person që për shembull ka nevojë për ndihmën tonë për rekrutim stafi, patjetër ne mundohemi gjithmonë të bëjmë më të mirën. Ju keni edhe profesione tjera, me sapo kuptoj, keni edhe në çfarë sektoresh mbuloni? Gjitha sektoret, ne mund sillim në Shqipëri edhe punëtor të kualifikuar, nëse klienti për shembull ka nevojë për në Shqipëri për një arkitekt, për një grafik design, patjetër mund ta rekrutojmë edhe atë. Kryesisht jemi të fokusuar tek shërbimi i hotelerisë dhe jo vetëm pastrueset e hotelit, kamarier, ndihmës kamarier, zgarista, të gjitha fushat që ka, por normalisht nëse klienti ka një kërkesë specifike për një pozicion specifik, patjetër mund të rekrutojmë çdo staf. Nëse te datot janë filipineze, cilat shtete të tjera përfshini dhe cilat janë zakonisht profesionet? Atëherë, Filipinët mbajnë vendin e parë, janë më të preferuar për të rekrutuar në Shqipëri. Pastaj kemi indian, maroken, indonezian, nga të gjitha. Marokenët me frikë kemi, ka dalë çiknami atyre. Me thënë drejtën mund të referoj raste shumë të mira edhe nga marokenët, patjetër janë shumë punëtor. Para gjykim. Se marokenët është kriminalitet i lartë, e tjera me radhë çarston, kupton, po që kam përshtypjen. Ja si shtoni për ne shqiptarët, po sa shqiptar kanë punuar jashtë kanë dense. Po pra, nuk duhet të bëhemi paragjykus. Marokenët janë guzhinjer shumë të mirë. Jo, po ata kanë kulturë. Po patjetër janë guzhinjer shumë të mirë, ka shefa shumë të mirë nga Maroku, shofera shumë të mirë, bartendera shumë të mirë. Mrekulli, e zgjidhur gjitha. Super. Nuk e di Rut nëse. Jo, unë nuk e di nëse ka diçka tjetër që do doni të shtonit. Me thënë drejtën, këto është e përgjithshme, janë që unë jam e hapur të jap çdo informacion që mund t'ju duhet. Ne mund të flisnim pafundësisht, po sigurisht koha është e limituar. Duhet të falenderojmë shumë, t'ju urojmë shumë sukses në punën tuaj, ta përmendim edhe një herë emrin ku ju gjejmë në Instagram. Po, atëherë Real Recruitment me CEO Joana Sito, na gjeni qoftë në numrat tonë kontaktit, qoftë edhe në Instagram apo në çdo rrjet social. Bravo Joana. Ndërkohë Joy, thank you so much for being in Albania. Thank you so much for having these positive words about us. I hope you enjoyed and find a really good Albanian husband. Thank you too for welcoming me here. It's a pleasure. Pra e falenderuam Joyn dhe ju uruam që të gjejë një burr shqiptar të mirë siç është vet. Ora do jetë e largët për shkakun të fillojmë të miksojmë interesante. Patjetër. Lezetshme ishte.